Edhe pse ka rreth 3000 shtëpi dhe është një ndër lagjet më të mëdha të komunës së Tetovës, rruga 146 vazhdon të përballet me mungesën e ujit të pijshëm. Në temperatura të larta, banorët detyrohen të dalin dhe të mbushin në çezmat publike, ndërsa për higjienën e përdorin ujin e përrenjve nga mali Sharr. Ujë kemi veç turbull. Ujë turbull kemi. 1 orë ka, 10 orë nuk ka. Temperatura më para mendohet, po kemi shpresa se do të na sjellin, po na kanë premtuar, po a do bëhet, a nuk do bëhet. Nuk e di. Kanë fillu, po tani a do ta vazhdojnë, a nuk do ta vazhdojnë, premtimin na e kanë dhënë se do ta sjellin. Lagja Bregu i Diellit nuk ka ujë të pijshëm. Shfrytëzojnë ujë prej bunareve, prej cisternave, mbushin me shishe e kështu. Kjo situatë është tash 25 vjet sa jam në këtu. Thonë se punojnë në alta tjerë, janë duke përpjekur ta furnizojnë lagjen me ujë të pijshëm. Hiç. Po si apo? Po pse skemi kajnak, gjithë bëjmë. Ka shumë dobët. Por po hiç me kajnak kemi mirë në me llovka gjenerali uti i kesh me asi bërloke me kesh. Katastrofë. Mbushim të Tarabati, mbushim të s'ka ujë me problem hiç. Kemi zhilahe. Po ku e di thonë se kemi të panam, ku e di Pasto nuk e di. Do mendoj mama kur një herë hiç. Kur një herë hiç. Këtë rren. Që sa vjet uri? U 31 vjet jam çataj. Këtë rren e vej. Rren, aja. 31 vjet me rrena? Me rrena ki, 31 vjet. 31 vjet me burë jam të bëjt, tu ma ta me këta në gjithë. Qije, me kova la, vej, mbare madhe. Kreu i komunës premton zgjidhje deri në vjesht, shton se terreni është shumë i vështirë, por po punohet. Po punohet intensivisht lart. Për momentin komunë Tetovës janë dikun mbi 5 projekte të cilat janë duke u realizuar. Nuk bëjmë kampanjë në këto situata, por nëse doni mund dalim bashkë edhe të inspektojmë punimet atje që bëjnë. Është terreni shumë i papërshtatshëm dhe nuk ecin punët ashtu si të shirojmë ne, por për momentin kur po flasim ka punime në terren dhe unë besoj që shpejt edhe ujësjellës do të jetë në funksion të qytetarëve të lagjes 146. Ky projekt është premtuar nga të gjithë kryetarët e deri tanishëm të Tetovës.